Përshëndetje nga pa cenzur, kjo është edhe një ndër intervistat e fundit me kandidatët për kryetar komunash. Jemi sot në Tetov me Bilal Kasamin për ta pyetur edhe një herë për këto ditë të fundit, edhe një herë tetovarët të dëgjojnë se pse ju duhet të jeni kryetari i komunës Tetovës, te ky popull do t'ja jap verdiktin. Që përfundimisht Tetovën ta bëjmë një qytet urban, një qytet modern, për të realizuar mega projekte të cilët ne i kemi paralajmëruar në kapitullin e dytë për Tetovën, për t'i dhënë një hovë të ri zhvillimit të Tetovës, gati në gjitha fushat, duke nisur nga arsimi në bazë të strategjisë për zhvillim të arsimit brenda 5 viteve të ardhshme, në investimet cilat do të bëhen në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme. Ne planifikojmë që të kemi një do kisha thënë sistem të restartuar të arsimit fillor dhe të mesëm, me shkolla moderne, me kushte moderne, me arsimtar të motivuar për punën që e bëjnë. Për një Tetov ku sporti do jetë në qendër të vëmendjes, ku brenda 2 viteve të ardhshme përfundimisht do të kemi një stadium modern me gjitha kushtet që kërkojnë lojrat ndërkombëtare apo UEFA si organizatë europiane e futbollit, për një përfundimisht pra Tetova të jetë një qytet modern me kushte europiane. Gjithkohës po bëhet një propagandë se duhet të fitoni 10.000 vota plus. Çfarë nënkupton një fitore më e madhe, në qoftë se do t'u jep verdiktin populli, me 10.000 vota plus? Kjo ka të bëjë diçka me ndikimin tuaj në këtë qeveri, ose një ndikim më të gjithëpërfshirës? Ç'është kjo propagandë për jetë? Kjo ka të bëjë me motivin për të punuar edhe më shumë për Tetovën. Ajo që në mandatin e parë ne morëm 21.000 vota të tetovarëve, ishte motiv që të punojmë 24 orë për këtë që kemi arritur në mandatin e parë. Tani më neve nuk jemi para 4 viteve ku të kërkojmë vot kundër dikujt, po tash kërkojmë vot për projektet që kemi realizuar dhe për projektet që kemi në plan të realizojmë. Prandaj çdo vot plus për ne është motiv plus dhe është një motiv për çdo politikan i cili don të kandidojë në të ardhmen për të udhëhequr me Tetovën, që do të thotë se tetovarët përfundimisht e vlerësojnë punën, e vlerësojnë punëtorin dhe tetovarët përfundimisht janë të shkëputur një herë për gjithmonë nga mentaliteti vjetër ku ne flitnim për tema të mëdha, ku flitnim për çështje madhore, por nuk i kishim të zgjidhur çështjet elementare siç është pastërtia publike, rrugët, kanalizimet, shkollat, veturinat dhe gjithçka që kishte të bëjë me kompetencat të pushtetit lokal. Faleminderit. Në qoftë se ju do të zgjidheni si kryetari i komunës së Tetovës, pa cenzurë, gjithmonë do të ndjek punën tuaj dhe jemi aty për të vlerësuar ato që keni thënë në fushat, shohim realizimet, afate dhe gjithçka tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve.